15 vitesh, sa mund të hetohet? Sa vend ka ngelur për të hetuar për 21 janarin? Për çështjen e 21 janarit besoj që për pasojat edhe këto s'ka që të hetojnë më shumë se sa kanë hetuar, sepse prova nuk mund të mbledhesh më për pasojat dhe gjërat e tjera. Problemi është aty mund të hetohet shpërdorimi i detyrës së zyrtarëve, jo vetëm të atyre zyrtarëve të cilët ishin dhe janë dënuar nga gjykata, se janë dënuar një 4 zyrtarë më duket nga gjykatat atëre. Për zyrtarët e tjerë të cilët morën pjesë në këtë për të fshirë provat. Se ne po themi që e mbaj mend edhe kujtoj çështjen e 21 janarit nga ngjarjet më të rënda në Shqipëri, sigurisht nuk diskutohet. Problemi që ne kishim një prokurore të përgjithshme atëherë që ishte Ina Rama. Po. E cila nuk pati dëshirë për ta zbuluar ose për ta hetuar çështjen e 21 janarit. Ose më saktë u bë pjesë e një makinacioni të kujt makinacioni ai ta gjejmë tani dhe të gjitha provat e gjitha të tjera. Problemi është që e kujtoj si tani solli 4 të pandehur të parët, që cilët policia i tha që ore nuk janë emrat konkret këta. Dhe kjo vajti çoi 4 të tjerë. Nuk i çojmë ata të parët për të ndjekur penalisht. Që këtu fillon zanafilla e një krimi të ri, e një shpërdorimi detyrës nga prokurori i përgjithshëm. Ishte një ngjarje shumë e rëndë 21 janari. Ishte përleshje midis PS-s dhe PD-s. Këtë duhet ta pranojmë. Nuk është se ishte një ngjarje kaq e thjeshtë. Ishte përleshje politike shumë e fortë. Tani, fillon hetimi, merren vetëm me gardistët. Por në fakt, atje nuk ishin vetëm gardistët atje. Atje kishte organizator, kishte njerëz që ishin me armë, siç ishte policia shtetit ishin të tjerët, dhe njëra nga kryeveprat më të mëdha që nuk është hetuar fare atje, që po të vesh ta shikosh me vëmendje atë vendin e ngjarjes. Po vendin e ngjarjes edhe mënyrën se si është plagosur gazetari dhe është vrarë njëri nga ata, është vrarë pas pemës. Dhe nuk ka asnjë provë që është vrarë pas pemës. Pikërisht ajo provë që sot Strasburg nuk e di se ka do ta shpjegoj. Po. Është i vetmi rast për cilën Strasburgu ka thënë që të rihetohet. Alex Nika, pra rasti Alex Nikës është që kërkohet të zbërth. Jo, e Kurandeda. Është vrarë dhe aty janë manipuluar provat. Po provat kush manipuloi? Kush do ta manipuloj provën? Kryeministri me këta? Jo, sepse çështja ishte futur në prokurori. Kështu që aktet e ekspertimit të tjera i bënin prokuror. Ku duket manipulimi i provës? Sepse vetë prokurorët e manipuluan tërë çështjen. Jo, Provera. Për mendimin tim. Ta shpjegoj pak, do të mundohem ta përmbledh. Flas mekanizmin e ngjarjes. Aty janë 4 viktima. 2 prej të cilave nuk është bërë mundur identifikimi i autorëve, sepse ndjerja Kurandeda ka qenë diku tek pemët, gazetarët kishin ngritur një platformë. Po. Që vinin kamerat që filmonin. Po. Atje kish hipur dhe nga kqyra që është bërë në morg, ai ka marrë një plumë në kokë, po plaga është tej shpuse. Pra predha ka hyrë dhe ka dalë. Dhe pa administruar predhën, e kupton? Është një mungesë thelbësore në rastin e vrasjeve, sidomos. Të tjerët i kanë pas predhat në trup. Pra, janë 2 autorë dhe ndjerja Alex Nika, i cili është quar në Turqi, është operuar dhe predha është përftuar gjatë autopsisë që është bërë atje, dhe me një akt ekspertimi është konkluduar që ajo predhë nuk është qitur nga një armë që është inventarin e gardës së Republikës. Për Hekuran Dedën? Jo, për Alex Nikën? A është kjo për ekspertizë tashmë në Rom? Kjo predhë? Janë bërë shumë ekspertiza. Dhe prap del që nuk është nga arma e gardës? Nuk është nga arma e gardës, po kjo nuk përjashton 100%, sepse mund të jetë përdorur nga një gardist, po themi një armë tjetër, civile. A është e lejueshme kjo? Kush? A mund të ndodhë kjo? A mund të ndodhë? Po si mund të ndodhë? Po pse ti sot me një koburë dhe del natën? Jo, një gardiste, ma kuptoni pyetjen, mund të ndodhë që një gardist në shërbim të përdor një armë jo të gardës? Sa thamë deri tash, një polici merret me trafik droge. Jo. Kjo çështje integritetit të personit, e kupton? Mund të bëhet me qëllim për të fshehur. Pyetja mund të ishte, mund të ketë qelluar një gardist me një armë jo të gardës, apo ka qelluar dikush tjetër me një armë tjetër? Ose mund të bëhet me mënyrë tjetër, duke zëvendësuar tytën e armës. Pra, zëvendëson tytën e armës dhe ti nuk e ke më provën. Jo, sepse ke vetëm
Shiko, tyta nuk ndryshon Janë vjeska që predhën. ndryshojnë vetëm. Nuk ndryshon predhën. Jo predhën. Ndryshon identitetin e armës, po jo predhën si predhë. Predha është e njëjtë. Dhe predha, po që pistoleta beret ndroja sa dua shtytën, ai plumb berete është. Po nga kryeministria ka ardhur ajo goditje? Plumbat janë lloj. Tash nuk mund të përcaktohet, Nuk përcaktohet nga ka ardhur goditja. Po largësia, kuptohet? Duke kesh parasysh, viktimat kanë qenë në lëvizje. Nuk është se viktima ka qenë duke prit autobusin, po themi, edhe është një pozicion statik. Dhe këto janë të vështira. Shiko, balistika është një shkencë që e studion edhe flurudhën e plumbit, po edhe pozicionin e viktimës, dhe ajo kërkon eksperimente hetimore, kërkon filmime të sakta, që ti të rindërtosh vendin e ngjarjes me manekin, e kupton, kërkon janë bërë të tilla, disa eksperimente hetimore. Për 21 janarin. Po, për 21 janarin.